Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të grupit numër 3 apo të Kristalit Kafe. Duket pak si kuq, por është Kogja Kafe, nuk e di nga në kamerë si duket, por është kafe të dashur. Dhe të shohim leximin e juaj se çfarë mesazhesh apo këshillash do marrim kësaj radhe për ju të dashur grupi numër 3. Është për të çuditur nga që kur I zgjedh letrat janë të kthyera që mos I shikoj, mos të anoj në të gjitha pothuajse në 3 grupet më ka dalë në këtë anë 5-at, jam pak konfliktuoze. Dhe po fillojmë me këtë pra. Jeni ndjerë apo po ndjeni sikur keni humbur 5 të shpatës. Në një konflikt, ndoshta verbal, mental apo emocional, mund të jetë situatë kur edhe në base se keni fituar në këtë debat, ta them kështu, mund të jetë çdo gjë, por nuk e ke ndjerë si fitore të dashur grupi numër 3. Dhe ka shumë arsye për këto. Mund të kesh sakrifikuar veten vërtet, apo të kesh heshtur për të mos u futur në konflikt, por në fund prap ndihesh bosh. Të ndarojmë së luftuarit e dashur grupi numër 3 për të patur të drejtë. Çfarë na shërben në të vërtetë? Dhe jo çfarë duket si fitore në sipërfaqe dhe shumë rëndësi kjo. Francesca thotë, çfarë je duke dëshiruar në të vërtetë? Ndonjëherë je pak konfliktuos me veten e juaj. Nëse vazhdon të mendosh në mënyrë negative apo të luhatesh midis asaj që do dhe asaj që mendon që të duhet, nuk do krijoni asgjë. Të keni parasysh, gjithmonë duhet qartësi për t'u realizuar, për t'u përmbushur, të qartë me veten që universi të marrë mesazhin e qartë nga ne. Vizualizo, qartë, shkruaje, ndjeje, jepi drejtim qëllimeve të juaja. Nga Osho është të dashur kompromis. Shpeshherë apo këto që ky konflikt, hajde se kësaj radhe, hajde mos të gjohem, hajde mos të ashu, ose ajo e para që vetëm të ndihem sikur kam dalë me një fitore që në fund përveç kompromisit asgjë, jeni duke apo po bën kompromis me vlerat e juaja për të ruajtur paqen të dashur grupi numër 3. Për të mos humbur dikë, ose për të mos ndryshuar situatën. Po thua po kur në brendësi të zemrës së juaj është jo dhe nuk e dëshironi këtë gjë. Po pajtohesh më pak për të mos humbur gjithçka. Dhe është një farë mënyrë nuk është zgjidhje ky kompromis, është humbje vetvetes. Çfarëdo që të jetë, duhet të jepni fund. Princi i Grail që quhet ka ndjenja, emocion ose dikush që shfaqet me ndjeshmëri, por jo me stabilitet. Është aty, por jo për të ju dhënë një stabilitet, ta them, apo një të keni gjëra të qarta. Mund të jetë një person që po ju tërheq emocionalisht, por nuk është I qëndrueshëm. Ndoshta gjithë kjo jeni duke bërë kompromis me një person që vërtet mos ta humbisni, apo me një situatë dhe jeni duke I duruar gjërat që nuk është për të duruar, ta keni parasysh. Dhe prandaj kjo po ju bën të lëkundeni mes ndjenjave dhe atë çfarë besoni. Mos e vendos të dashur grupi numër 3 fatin e juaj në duart e dikujt që nuk di çfarëdo që të jetë. As në duart e ndjenjeve që nuk janë të rrënjosura në realitet. Që është këtu, kujdo qefi, është pak egoizëm, por që merr nga ju gjithçka që I duhet. Në atë kuptim, nuk do të thotë patjetër materiale, mund të jetë emocionale, po thjesht energjia e juaj, prania e juaj është dhënje të dashur. Jeni duke mbajtur shumë në kontroll, mund të jenë emocionet, marrëdhëniet, nga frika e humbjes. Është këtu diçka që vërtet jeni duke bërë kompromis, duke harruar vlerat e juaja. Nga frika e humbjes. Por kjo po ju mban në stagnim.
Dhe kjo po ju bllokon që të mund të ecni përpara. Pra, duke qëndruar në një situatë, dashur grupi numër 3, që as fiton as humbet, por thjesht qëndron në një kompromis të vazhdueshëm me veten për të mos humbur dikë, apo për mos të prish rendin e asaj situate e çfarëdo që të jetë. Ju ka lodhur emocionalisht dhe është koha për të bërë diçka, për të dhënë, ta them, qartësi dhe për të pranuar që aty ku jeni duke qëndruar nga frika e humbjes, por në fakt jeni duke e humbur veten. Është në dorën e juaj të zgjedhni atë çfarë duhet bërë, por që askush në këtë botë dhe asgjë në këtë botë nuk e meriton të bëjmë në atë shkallë apo në atë nivel që ta humbasim veten, për çfarëdo lloj gjëje të jetë grupi numër 3.